Të dikur që po në BE, por duhet kemi s'pare një shtet tonin të fort. Ndërkohë që ka shtetin shumë dobët vetin. Në fund me fjallë, pse nuk e uron Ramën? Natyrisht, se dëshiren më të madhe ka që ta fitoj këtë mandat Kurti dhe tik Rama në fund të këtij. Të pak në i sinqert. Pak në këtë pikë është i sinqert. Megjithatë, fakti është prok jemi pikën më tullët jo si patriot, pasi unë shkoj e vi dhe temi ka një proces të vazhdueshëm natyrshëm integrimi midis temi dy anëve të asaj vijës që në ndanë, se s'po du të shqyra s'kufi. Por nga pikpamja politike dhe shtetërore, jemi sigurisht në pikën tonë më tullët. Unë bisedova edhe me presidentin Begaj edhe me ministrin e jashtme Speropali, ata e mohojnë këto. Faktikisht është fakti ky që mungon një urim zyrtar nga Prishtina. Për ata që fitun zgjedhjen në Tiranë, është të vërtetë nga presidenti ose nga ministri, sepse nuk e vërteta është kjo, domethënë që unë nuk e besoj këtë që thot Batoni, nuk e besoj plotësisht që ai vërtet është delirant, po është delirant deri në një pikë caktuar dhe jo sa të pushtoj Shqipërinë. Problemi me Shqipërinë e ka për arsye se Shqipëria është Bashkimi Evropian, është Europë. Ne do shikojmë këtu do jemi dhe do shikojmë se e gjithë ky qëndrim është për arsye se në kufit e Europës ka gjetur një shtet të cilit mund kundërshtit ndaj tij, mund t'i kthej në vllazëri. Domethënë, unë kam goditur vllazërinë time. Unë nuk pajtohem me vllazërinë time. Në fakt, realisht, qeveria e Kosovës po godet në brigjet e Bashkimit Evropian për arsye se nuk e pranon. Do të shikojmë gjërat edhe kur shpesh janë të guximshme. Albin Kurti prej fillimit ti ka ndjekur një politikë që është nuk si më thënë mjergull, a është shumë në lindje, a është më tej se në lindje, apo është etj, nuk i ka vënë emër. Por Albin Kurti gjatë gjithë kohës ka ndjekur dhe vazhdon të bazohet mbi islamizmin politik. Islamizmi politik spajton to. Në rregull mos e pajto, edhe ma thuaj pse s'pajtohesh. Por prej fillimit e gjithë qeverisja e Albin Kurtit është ndërtuar mbi është një paradigmë moderne, padyshim, por që e kthen fen e domethënë besimin në faktor politik. Dhe do shikojmë që nëse do vazhdoj qeveria e Kosovës të dominojë Kosovën, dhe nëse do vazhdoj ky qëndrim ndaj Shqipërisë si një breg i Europës, kemi për të parë që pak nga pak do në shfaqet Albin Kurti, ose jo thjesht Albini, por vetë vendosja, qeveria e tjerë, si një front për të ndërtuar një politik të islamizmit politik në Kosovë, i cili mund të rezultojë pozitiv për të mbajtur pushtetin. Por a ka akordans me Europën, ky është problem. Skënder, unë them që Kurti projektin e vetë pan-shqiptar, që ose mund të quajmë kështu, eksperimentoj me ndojnë më me forcë, naturisht Maqedonia është një kapitulli i fundit, po eksperimentoj më me forcë në vitin 2021, kur ai ndërtoi dhe një plan për të avancuar politikisht edhe në Shqipëri. Në aso kohën e kemi thënë që është skandaloze që ti vish votosh aty ku ti spaguan taksa dhe nuk ke rezidencë, po nëse Kurti e bëri këtë eksperiment që të futë vetë vendosjen në zgjedhje shqiptare. Ne e mori përgjigje. Kam përshtypjen se ai kishte llogaritur disi ndryshëm reflektimi dhe qasjen e publikut shqiptar ndaj ideve të tij populiste, demagoge, etj. Mund t'i vëmë 20 epitete. Dhe kishte kujtuar se atë lloj infektimi që Batoni me drejtë e vuri ndukje në një pjesë të publikut në Kosovë, ai do ta kishte edhe në Shqipëri. E mori si të mirëqen dhe mendoj që ajo ka qenë fraktura e madhe që Kurti i ka krijuar jo vetëm probleme me Ramën, që po sepse Rama nuk mund të vlerësonte dikë i cili ishte kryeministër homolog i një vendi shumë të ngushtë, si vëllezër po themi, gjaku etj. Dhe të vinte dhe të votonte kundër tij dhe pastaj një ditë më vonë të vazhdojmë business as usual, s'ka ndodhur asgjë, hajde ulemi prap, ha me pim, jemi në shkrim dhe marrëveshje bashkë. Pra, mendoj që ai nuk e llogariti këtë koeficient të reagimit të votuesit shqiptar. Dhe kur them votuesi shqiptar, ai është një parti në thelb, është një parti e majt nga pikpamja e ideologjisë.
Dhe mendoj unë reagimin më të fortë edhe elektoral e pati nga një elektorat i majtë në Shqipëri. Ndërkohë që djatha nuk e ndihmonte dot sepse djatha ishte dhe vazhdon të jetë e fragmentuar në 400 copash dhe ka hallet e veta. Pra, projekti pan-shqiptar i Albin Kurtit ka rënë zhurmshëm. Me gjithë ndërhyrjen që ai u mundua të bëjë Maqedoni, unë nuk shoh se mund të ketë ardhme, sepse një pyetje naive besoj që ne këtu, megjithëse është naive, nuk i japim dot përgjigje, mund t'ja japim natyrisht, po që në atë plan e parë, është që gjithë kjo mbifuqi politike, pse s'prodhon dot një parlament? A ka kaq shumë vota? Pse duhet kaq muaj të mblidhen, mos bëjnë dot? Shtetet e Bashkuara thanë destabilizim i qëllimshëm i institucioneve. Pra po e citoj. Po patjetër. Destabilizim i qëllimshëm, se ti mund të jesh i paaftë. Pse ka kaq shumë vota dhe nuk arrin dot të dominojë megjithatë? I paaftë ai nuk është. Jo, dakord, jam dakord. Nuk e do, e kuptoj, do ta çojnë zgjedhje, do ta çojnë qeverinë atëherë ti nuk do shtetin atëherë përse ke? Atëherë i bie që ti je përjetësisht partijak i suksesshëm dhe shtetari i dështuar, se është problemi. Janë të gjitha shenjat e organizimit të islamizmit politik i cili sot është në rënd të ditës. Mos merremi me fjalën islamizëm, po marrim me nocionin politik, islamizëm politik, e cili është një nocion i njohur, i pranuar metodologji funksionimi bazës militantëve është një gjë. Islamizmi politik nuk është fe, është organizim politik. Le të shpresojmë që mos jetë fare frok, sepse flasim për skenare të tjera. Po Milo. Tani, unë nuk jam dakord për përdorimin e termit. Në qoftë se me termin islamizëm politik ju nënkuptoni fen. Jo kursesi. Jo, islam vetë gabim për mua. Pascal, në qoftë se shumë e qartë, vetëm i fjalë. Është shumë e qartë në gjithë njerëzit që kanë elaboruar këtë ide dhe që është instaluar, që feja përjashtohet, unë përjashtoj i pari. Atëherë, por ka këtë emër për arsye të sjelljeve. Okej, pra nëse metodologjinë organizimit politik, besueshmërinë dhe fanatizmin në organizimin politik. Pra, islamizmi në sensin e iftarve. Po jo si fe. Asë që e kam lezuar si fe, asë që e kam kuptuar si fe. E sjarojmë të për teleshikues. Po shiko, kristianizmi europian nuk është fe. Qartë, nuk po e sjarojmë. Nuk është fe kristiane. Islamizmi politik është një nocion politik i njohur, i elaboruar. Se më duhet ta mbyllë lullë. Nuk është besim fetar. Dhe unë, për çka u diskutua këtu këto minuta, unë besoj se çka u tha këtu për Albin Kurtin, muajt që vinë që kemi përpara, do shënoj për mendimin tim një rënje të autoritetit dhe të fuqisë së tij politike si parti. Pse e them këtë gjë? Sepse do të vinë pas zgjedhjeve vendore, po shkohet drejt zgjedhjeve parlamentare. Nuk besoj se do të ketë një zgjidhje tjetër. Nesër mbaron afati i gjykatës kushtetuese dhe gjykata kushtetuese duhet të marrë një vendim nesër se çfarë do të bëhet me pezullimin e institucioneve. Do të jap një rrugë zgjidhje se s'ka se si të ndodhë. Dhe sido që të jetë, përsëri do të vinë zgjedhjet për presidentin pas disa muajsh në mars dhe kam përshtypjen se mund të shkohet njëkohësisht edhe për zgjedhjen e presidentit dhe me zgjedhjet parlamentare dhe do të mund të gjendet një formulë kompromisi për të thithur një parti apo dy parti nga opozita për të shkuar. Kjo është do jetë rruga më logjike, politike, për t'i dhënë fund. Logjike. Ama logjika dhe Kurti... Logjika e ka një problem këtu. Na e kemi një njeri i cili është i sankcionuar individualisht. Nuk është partia. Individualisht është problematik për institucionet. Dhe nëse ata basia ndërkombëtare nuk e dënë dhe nuk dënë bashkëpunim me të, ne e kemi problem si ta ndërtojmë dhe si të bashkëpunon parti tjera me të. Se kjo është tash ma shumë serioze se sa që
Pra mesazhi është ndaj partive të opozitës, thoni ju, që mos ne nuk e duam partner, edhe ju mos bashkëpunoni me të. Ne nuk e duam me këto si kryeministër. E kanë qartë, por është çështje e votuesve të Kosovës se çfarë vendosin ata. Mirë, se më duhet edhe një fjali që desha edhe për islamin edhe jo islamin, të lutem baton. Islamizmin politik. Mos i ndajmë të dyja fjalë se atëre aty deformohet gjëja. Islami politik, islamizmi politik. Jo islami, islamizmi. Mirë, po islamizmi është koncept që vjen nga islami. Na thoshte ka darë në leksione. Modernizmi është tjetër gjë nga letërsia moderne. Jo lutem shumë as islamizmi politik. Atëherë na duhem me pranu që në Kosovë e kemi prezencën serioze të një strukture radikale islam. Edhe është, kur po them prezencë serioze, është e frekshme. Na mund të themi që s'ekziston, por ekziston. Politikisht është momentalisht e paqëndrueshme se kanë bërë disa herë parti me ideologji të tilla, kanë dështuar për arsye se njerëzit në Kosovë ende nuk e kanë besën. Gjëja tjetër që pse islamizmi ende nuk ka besim, për arsye se Albin Kurti është momentalisht jo përfaqësues i islamizmit politik ose flertues, por ai mendon që është koka e reagimit në emër të majtës kundër Shteteve Bashkuara të Amerikës. Domethënë ai mendon që është baza, njeriu kryesor që në emër të majtës botnore ai ideologjikisht pra le temi Greta Thunberg e Ballkanit. Greta Thunberg e Ballkanit. Ti fakt evidentuam atë çfarë dëshëm ne të arrinim gjatë kësaj një ore plus. Ku është problemi? Me sa duket Albin Kurti vetë ofrohet. Jo, vetë ofrohet. Dhe kjo është. Baton, faleminderit profesor Milo, faleminderit Skënder, faleminderit Froj që kënaqësi të kisha sot program. Resori kthehet nesër në ora 8, po bashkë do shihemi në ora 10 për sondazhin e kësaj jave që është shumë interesant, përfshin zhvillimet kryesore politike, diellën Silva Cakën, reagimet e shqiptarëve nëse i duan apo jo këtë lloj lëvizjes në sondazhin tonë zëri shqiptarëve në ora 10. Qëndroni me Sali Doçin pas pak me UR Report.